Gjatë 10 viteve të fundit janë shënuar hapa pozitive të denoncimit të dhunës në familje, por nëse merret parasysh se pjesa dërmuese e viktimave ende nuk e kanë guximin për të bërë një gjë të tillë, është e qartë se nga kjo plagë e shoqërisë do të vuajnë edhe shumë familje, por një zgjidhje gjithnjë do të mungojë. Të të rahin dhe të mos të lënë të qash, është njëjtë si të dhunojnë dhe të mos të kesh të drejtë të ankohesh, dhe jo vetëm kaq, por të gjejsh miliona arsye të tjera të palogjikshme për të fshehur trupin e një dhunuesi, dhe këtë vetëm në emër të mbrojtjes së familjes. Dhuna në familje është më tepër e pranishme në relacionin burr-grua. Këto fakte i konfirmojnë edhe nga Qendra për Punë Sociale në Gostivar, nga ku thonë se gjatë 8 muajve të parë të këtij viti në regionin më të gjerë të Gostivarit janë regjistruar 33 raste të dhunës në familje. Prej tyre 23 kanë përfunduar me lëndime trupore, ndërsa në raste të tjera bëhet fjalë për cënim të sigurisë. Në pjesën më të madhe të këtyre veprave penale kanë qenë të involvuar meshkujt nga pozicioni i bashkëshortëve, ndërsa viktimat më të shpeshta rezultojnë të jenë gratë. Nga Qendra për Punë Sociale në Gostivar thonë se menjëherë pas denoncimit të dhunës në familje, ekipet e kësaj qendre mundohen të bëjnë pajtimin dhe në rast të dështimit vjen në shprehje divorci. Muhamet Tahiri nga Qendra për Punë Sociale në Gostivar njofton se me 19 familje po punon ekipi i profesionalizuar nga Qendra për Punë Sociale, i cili synon të bëjnë misionin e pajtimit, ndërsa në 3 raste kanë arritur të pajtojnë palët e involvuar në dhunë. Prej ative me 19 familje jemi duke punu, ekipi i profesionalizuar në këtë profesion merret me këtë problematik, me 19 familje, kurse me 3 familje arritëm suksesin që ti qetësojnë edhe jetojnë normal ato 3 familje. Ne mundohem në çdo familje që të mund të resocializojmë dhe të abim në të që duhet një familje të jetonë. Si njetë nuk ka fluks si që kishin 2015 ishte fluksi më i madh, vetëm tash ka edhe një problem tjetër në lindën në komunën e Gostivarit, paraqitet largimi të rive, sidomos familjeve të reja, edhe i lënë prindët. Ata shefja e dykurive që qendra ka filluar të hetonë si dykuri. Se dhuna në familje vazhdon të fshehet dhe të maskohet me rrethana të paqena, flasin edhe nga njësia urgjente e Spitalit të Gostivarit. Nga ky nivel, mjekët konfirmojnë se nga 100%, as 20% e grave viktima nuk e pranojnë faktin se kanë qenë të sulmuara fizikisht nga bashkëshortët e tyre. Ato vinë me pjesë të lënduara që në shikim të parë i dallojmë se janë pasojë e një goditje, por për momentin që i pyesim se çka ka ndodhur, e maskojnë rastin, duke i veshur rrethanave të tjera, gjojat se janë rrëzuar dhe se janë lënduar pasi kanë humbur vetdijen, dhe arsyet e tjera që as vetë nuk i mbajnë mend. Pastaj, nga stresi që kanë përjetuar, nuk e mbajnë mend çka kanë thënë paraprakisht dhe më vonë tregojnë një shkak tjetër. Pastaj, në polici një shkak tjetër, dhe kështu gënjeshtra vazhdon vetëm që të mos zbardhet realiteti, thonë mjekët e kësaj njësie të cilët kanë qenë dëshmitar të ngjarjeve të këtilla. Sipas tyre, shumë të ralla janë rastet kur viktimat në momentin e fundit pëlcasin dhe pas gjithë atyre gënjeshtrave tregojnë se është viktim e dhunës në familje. Edhe nga stacioni policor në Gostivar njoftojnë se numri zyrtar i rasteve të dhunës në familje nga fillimi i vitit dhe deri më tani është 33, por se kjo shifër as pak nuk përkon me realitetin, sepse shumë më i madh është numri i viktimave ndaj të cilëve ushtrohet dhunë. Nga policia apelojnë që situatat e këtilla të mos heshten brenda familjes, sepse në rrethana të këtilla kontribuojnë vetëm që të ntrashet problemi, ndërsa dhunuesi inkurajohet që të ketë vepër penale ta përsërisë atë edhe një herë. Sipas tyre, dhunuesi që nuk ndëshkohet konform ligjit mbetet dhunuesi i përhershëm.